Mundet me thonë se ka dakordim politik me u kthy në vot hapur, pra mundet me thonë, është diçka e mujshme në përputhje me kompetencat e tij, në akordimit politik, edhe nëse kërkohet një vot formale me kthy në vot hapur, ne jemi këtu, dhe njëkohësisht rreziku sot më i madh është se shifni veç një situatë. Ju lutem, seanca është thirrë për sot pas vendimit të gjykatës. Imagjinoni ne me hyrë në seancë me të vjetën. Nuk është mirë me hy me të vjetën, edhe i bëj thirrje të gjithëve që ta kuptojnë se po e përsëritëm edhe një herë praktikën e drejtashme ne jem ka hyrë pa kufi kështu. Urna? Me drejt. Ja, me drejt është për me marrë pjesë në votim, po ashtu praktika e votimit cila është. Tani ne nuk po thojmë që mos e marrë pjesë në votim, ne po thojmë nëse duhet vot me kthye votën që ka qenë praktika e votimit, që e ka parapa dhe gjykata, ne mund ta ndihmojmë kthimin vot hapur, mund të bëjmë dakord për kandidaturën, edhe të votojmë sot. Çka është rreziku, shiqone, unë e kuptoj lojën me ftesa, me shkresa, me takime, kërkesa që me tregu popullit që je i mirë ti, e na ki thirrë në konsulta nesër. A mos si do të veprohet në këtë seancë, lutem. Nëse ne pas vendimit të gjykatës, edhe një herë bëjmë njëjtë si më përpara, kohë e kaftuaj takimin nesër. Pra, takimi duhet, konsultat është dashur mendohet sot prej 8-ve, prej 9-ve, prej 10-ve deri në 11. Ekziston mundësia kur thirret seanca, se seanca është thirrë, pa ja nuk mbyllet pastaj. Ekziston mundësia me vazhdu me konsulta me njëherë pas hapjes seancës. Ju lutem, ne kemi dhënë ato mendimet tona si mujmë me dalë prej kësaj gjendje. Pra nëse duhet vota jonë e aleancës, nëse ka vetë vendosje, votën, ajo është e drejtë e tyre dhe ose nëse e gjenë dikoj. Nëse ju duhet e jona, ne i kemi ato sugjerime tona, dhe i kemi dhënë publikisht, që që dini. Nuk është veç votë kundër, po sugjerimi ynë dëshira jonë për votë. Unë e ndëgjova edhe zotin Gonjufqa edhe zonë Haxhiv në konferencë ma herët, edhe ata e përsëritin e ndërlidhur